Përveç kësaj, që është më keq, ne tash në një gjendje që Biblioteka Kombëtare nuk na lejoj për me mbajt këtë punë, që u bu paguar, e bëm një kërkesë edhe në Fakultetin Filozoфik Degën e Historisë. Edhe të shkuam zyrtarisht me shkrim, me rregull, me gjithë ato që duhet me shkuar, e pritëm 3-4 ditë, thani ju njoftojmë me email, në rregull, kryejmë ora si të kryejmë këtë farë çështje. Mirë, po pastaj kur merr një email, thotë se nuk e mundësi për shkaqe të ndryshme që të mbohet konferenca simpoziumi shkencor në sallën e Fakultetit Filozofik apo Degën e Historisë. Në atë fakultet që e kam kryer dhe unë vetë atë. Në atë fakultet, që në atë katedrë që janë bërë shumë punë të mëdha. Në atë katedrë që janë shpjeguar dhe janë sqaruar shumë legjendar, shumë historian, pastaj shumë shkencëtar, shumë luftar, shumë veprimtar. Janë përbo promovime të libra të lloje të ndryshme, forma të ndryshme. E sot për fatkeq të bllokohet në mbajtje një manifestimi ose një konferencë shkencore, me të vërtetë është pa kuptim edhe jep me kuptuar që struktura intelektuale e këtyre njerëzve që punojnë në këto institucione ende nuk janë të pjekur, apo kanë frikë edhe s'po guxojnë ta shprehin mendimin e vet edhe fjalën e vet.